Mendon që Ilir Meta i ka humbur të gjitha betejat? Mendoj që Ilir Meta ka hyrë në historinë e Shqipërisë si një nga politikanët më të shquar të Shqipërisë. Dhe ka bërë betejë shumë të rëndësishme. Ilir Meta është njëri që ka një rol të jashtëzakonshëm në ato kohë kur çështja kombëtare ishte shumë e rëndësishme, pra lufta e Kosovës, lufta e Maqedonisë e më vonë. Ajo gjë që Ilir Meta ka humbur fatkeqësisht është familja, që është një betejë shumë dhe mua më dhimbset kur e shoh këtë pjesë. Dhe mendoj që është koha, unë e kam menduar që në 2008, jo sot, por është koha për paqen sociale dhe politike në Shqipëri, që Shqipëria të ketë o një këshill shteti ose një senat, një dhomë të lartë, në cilën, sepse politikanët nuk është kollaj t'i prodhosh, në cilën do të shkonin dhe do të vendoseshin ish drejtuesit e mëdhenj të shtetit, pra presidentët, kryeministrat, kryetarët e parlamentit, për t'i dhënë mendjen dhe eksperiencën e tyre pjesës tjetër të politikës, sepse kështu ruhet ajo që ka Italia, për shembull, trashëgimia politike, kujtesa politike, memoria politike. Dhe kjo do t'i kishte shpëtuar edhe politikanë nga ky sezon ku po kalojmë tani. Mendoj që bashkëpërgjegjës për këtë gjë që s'ka ndodhur është dhe Ilir Meta, është më pak se këta tjerët, por është edhe Ilir Meta bashkëpërgjegjës. Dhe i uroj më të mirën personalisht, por mendoj që ne kemi nevojë për një ndërhyrje të thellë në sistemin politik tonë në kushtetutë, ku një nga gjërat do të ishte kufizimi i mandateve.